Një grabitje ka ndodhur pak minuta më parë në Ysberisht në një market, një person i maskuar me sik në dorë që ndjekim edhe pamjet. Në këto momente ka kërcënuar kasierën dhe ka marrë kasën me para dhe më pas është larguar. Policia ka nisur me njëherë hetimin dhe punon për kapjen e autorit. Pra këto janë pamjet e rënda ku shohim personin e maskuar dhe me sik në dorë, ndjekim edhe njëherë që kërcënon kasierën dhe i merë të gjithë kasën me xhiron ditore, e ka kërcënuar me sik, më pas ka hapur kasën, e ka marrë të gjithë kasën me vete, dhe më pas shohim një person të moshuar, i cili nuk ka mundur çfarë të bëj në këtë situatë dhe është larguar me njëherë me shpejtësi personi maskuar. Kjo është ngjarje e rëndë që ka ndodhur pak minuta më parë në Ysberisht, pra shohim edhe njerë personi e maskuar dhe me sik i cili ka kërcënuar kasierën, ka marrë të gjithë kasën dhe më pas është larguar. Policia ka nisur me njerë punën për identifikimin dhe kapjen autorit.